Unë me thotë vërtetën, nuk vi 2 herë në vit, po vi 10 herë në vit. Qa punon atje me qa mirësh? Unë punoj në hajm, dhe me thonë plesht ku janë plesht. E ti a mund është me bo nusës sinon? Qëra, unë sinon ndështë nuk muj me jo bo, shpirtnisht nga zemra, unë e di si kuna me pos 10 herë vlad. A është e vërtet që do që thojnë e du nusën ma shumë se qiken teme? Nuk është e vërtet, kja nuk është e vërtet si e dujnë nusën ma shumë se vladin e vetë, unë se kum bo nusën për me dosht ma shumë se vladin tem. I marshme paska, a është burri? O, burri jam, burri, mirë faleminderit, mirë. Jetoni këtu a jashtë? Në Austri. Në Austri. Kallëzëm të shok Gurbeti për një gru. Valoj, me thotë vërtetën, Gurbeti normal, kur të kish jetën e mirë është mirë, amo kur nuk është mirë, s'është po me menin ta nuk ka. A është jeta e mirë atje kallëzëm? Është mirë shumë. A ishe kom shumë gjendje me leon Gurbetin më këthy Kosovë miru? Une me zëspres me orën Kosovë. Sa herën vjetë vjetë? Une me thotë vërtetën, nuk vi 2 herë në vit, po vi 10 herë në vit. 10 herë në vit? Une vi shumë shpesh. Apo ki hesop më orën, se vish bleda me pagu bëllë? Po normal, mas në posë hesop nuk vjen njeri. Une për tornat që i kam, une kam hesop. Ki hesop? Tërgom, sa është e vështirë atje me punu një gru? Valoj, tash më varet edhe çfarë pune kije, qysh është dota, une fëmijët i kam të rritur, puna nuk është vështirë me punu. Qa punon atje me qa mirësh? Une punoj në hajm, dhe me thonë plesht ku janë plesht. Hajm. A ja vlen me punu atë punë kallëzëm? Unë jam jam adaptu me atë punë, për mu jam vlen. Që sa i atje? Unë jam që 28 vjetë. Vjetë ma të mire e pas ke folë Gurbetit? Po, vëlla. Rinin e kum kalu këtu në Kosovë. Masa i të mërë burri atje? Masa ne i mërë burri edhe shkova. A ti ka përmena herë që të ka morë atje? Jo, kur. Kur? I shoha e pas ke burrin e marrë shumë pak? Jo, nuk është e marrë shumë heq, ajo është demokrat, për nuk e di se qa pat. Demokrat është ta? Po shumë demokrat. S'nall për sen? Asi gjonë, në botë, për asi gjonë. E ti a gjelozon heq kallëzëm? Unë e burrina? Jo gratë jeni gjeloze dhe i pikë të fundit. Qëre, gjelezia është gjithçysh, e në dy anë shrat. Tash në varet kejtë prej personit çfarë reagime s'banë. Unë për momentin, unë e një burrin tem, nuk e gjelozoj. Nuk e gjelozoj? Nuk e gjelozoj. Se kemi drejtat e barabarta. Do më thonë, i keni njëjtë, kallëzëm kush e monë kuletën shpjelo? Kuletën i kemi përbasht. 2 të moni apo i keni 2 të cili? 2, përbasht i kemi. Përbasht. Sa do të me paso dhe regull në ditë sotit në shpe? Në shpe, aja s'diskutuhet se kur të kanë prindi, dhe me thonë, kur të janë 2 prind mirë, në regull, njëri me tjetën, atëhere ki gjithmonë ki qëtësi në shpe. Kur nuk janë ata 2 të njëjtë, atëhere qëtësi kur s'ka në shpe. Ju a për lohën një shpesh? Unë ju, për zotin një. Unë ju për veti, se se banë punën, asu nëse banë edhe... Cilë është pak ma i fështirë, kallëzëm? Pak ma i fështirë, me thotë vërtetën, ajo është ma i fështirë. Ajo ma i fështirë? Ajo është ma i fështirë, amo. Aja ki tutën hiq? Hiq, asë gjithë. Vlen respekti? Respekti absolut, vlen. Tregom, a i kina i mesazh për ato qifte cilat martohen shpejt, po edhe po dohen shpejt? Valaj, tashti unë i kam 3 fëmijë, veç mesazh i sholla të gjithëve. Për ato 3 dhe 3 kam, ju lutem thamë të keni sa ma shumë respekt, t'i duni familjet, keni bashkëtes, si të fillon fillimi mirë, ko me shku dhe mbarimi mirë. Pos filloj fillimi mirë, atëre gjithmonë ko me konë keq. A je bo vjeher alo? Unë jam bo vjeher. So her? Unë jam bo një her vjeher, e kam një nip edhe një mes. Siru i zoti. I sholla të gjithë, faleminderit shumë. A mundet më të bo nusja si qike jotja? Unë nusën e di si e vlodin tem. Unë e kalej shumë mirë me nuse, po edhe aja mu më kupton shumë mirë. Unë nuk e pres nusën më ma qitë kofën, ose mja qitë eja kofën. Nuk i këqyru më të sene, edhe nusja bashkjetën me mu. Me ty? Me muen. Fillim kura në ardhë, e kanë jetu vetë, në banes vete, po e po si Sunja del vetë, tha, mamë, tha të lutëm, tha të vinë, tha të jetoj me juve. Hash momi s'ko kur farë problemi, mëni me ardhë, më ka pyt, a ju pëngëj, nuk na pëngëjnë, absolut, edhe tash po ju bashkjetojnë bashkë. Bashkë me djollë edhe me nuse? Bashkë me djollë, me nuse, 2 janë punë, nusja është san asistente e dhanve, djolli është në dërtimtari, 2 i kanë... E ti a mund është me bo nusës sinon? Qëra, unë sinon ndështë nuk muj me jo bo, amo atë respektin, unë për vetë si e ndjej, nga po të flasë nga shpirtnisht nga zemra, unë e di si kuna me pos 10 herë vlad. Qëre, gjelezia është gjithçysh, e në 2 anë shrat. Tash në varet kejtë prej personit çfarë reagime s'banë. Unë për momentin, unë e një burrin tem, nuk e gjelozoj. Nuk e gjelozoj? Nuk e gjelozoj. Se kemi drejtat e barabarta. Do më thonë, i keni njëjtë, kallëzëm kush e monë kuletën shpjelo? Kuletën i kemi përbasht.
Dy të moni apo keni dy vetë secili? Dyt, përbashkët kemi. Përbashkët. Sa do të më posto da rregull ditë sotit në shtëpi? Në shtëpi, aja s'diskutohet se kur të kanë prindi, dhe me thonë, kur të janë dy prind mirë, në rregull njëri me tjetrin, atëherë ki gjithmonë ki qetësi në shtëpi. Kur nuk janë ata dy të njëjtë, atëherë qetësi kur s'ka në shtëpi. Ju apo loheni shpesh? Unë ju, për zotin një. Jo. Unë ju për veti, se se ban punën, aso nëse ban edhe... Cila është pak ma i vështirë? Pak ma i vështirë me thotë vërtetën, ajo është ma i vështirë. Ai ma i vështirë. Ajo është ma i vështirë, amo... Aja ki tutën hiç. Hiç, Hiç. asë gjithë, hiç. Blen respekti. Respekti absolut, blen. Tregom, a e kina një mesazh për ato çifte të cilat martohen shpejt po edhe po dohen shpejt? Vallaj, tashti unë kam 3 fëmijë, veç mesazh inshallah të gjithëve. Për ato 3 dhe 3 kam, ju lutem tham të keni sa më shumë respekt, të duni familjet, të keni bashkëtesë, si të fillon fillimi i mirë, ko me shku dhe mbarimi i mirë. Po s'filloj fillimi i mirë, atëherë gjithmonë ko me konë keq. A je bo vjeher alo? Unë jam bo vjeher. So herë? Unë jam bo një herë vjeher, e kam një nip edhe një mes, Si rujtë zoti. inshallah të gjithë, faleminderit. A mundet më të bënë nusja si qike ju t'ja? Unë nusën e di si e vlodin tem. Unë e kalej shumë mirë me nuse, po edhe aja mund kupton shumë mirë. Unë nuk e pres nusën ma qitë kofen, ose mja qitë e kofen. Nuk i këshyru këtë sene, edhe nusja bashkjetën me mu. Me ty? Me muen. Fillim kur në ardhë, e kanë jetu vetë, në banes vete, po e po si Sonja del vetë, tha, mam, tha të lutëm, tha të vitë, tha të jetoj me juve. Hash momi s'ko kur farë problemi, mëni me ardhë, më ka pyet, a ju pëngoj, nuk na pëngojnë, absolut, edhe tash po ju bashkjetojnë bashkë. Bashkë me djallin Bashkë me djallin, me nuse, dytë janë punë, nusja është san asistente e dhanve, djalli është në ndërtimtari, dytë i kanë... E ti a mund është me bo nusës si nanë? Qëra, në si nanë ndështë nuk mujë mi jo bo, amo atë respektin, unë për vetë si e ndjej, nga po të flasë nga shpirtnisht nga zemra, unë e di si kuna me pos 10 herë vladë. E konsiderej nusën, po. Se e du me shpirt e du. A e ki prish qefën e herë? Kur për jetë. Kur, heqi? Kur. Deri sot s'ka ndodhë. Ajo ty? Asa jam uen. Se mëj me thonë po ju. Se as më mnin, as më shë, edhe në ndështë ta shë këtë intervist, i bajt fola shumë, edhe zbesoj si ka bo diçka gabim për mja prishëne. Asa jam u, asën asajna. A është e vërtet që do që thojnë e du nusën ma shumë se qiken teme? Nuk është e vërtet. Kja nuk është e vërtet se e dujnë nusën ma shumë se vlodin e vetë, se unë se kom bo nusën për me dosht ma shumë se vlodin tem, po respektin, dhimbjen, mirësin që e kam e ndoj me ta. Ama me dosht si e vlodin s'muj me dosht. Po fulli, kjo orë tash. Nuk... Nëse nusja e shaqit intervjist, që kështë e posë qef me thonë? Nusë si tham, veç vazhdo që shtë që shje, je shumë e mrekullushme edhe puth nani shumë. Trujtë zoti, falem shumë, për mirë sholla, respekt dhe më së lëdhme. Kalere mirë, tong tong.